Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 10:28. Dhe mos kini frikën nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin, kini frikë më tepër nga ai që mund të humbë shpirtin dhe trupin në Gehena. Mateu 11:28. E jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do të ju jap çlodhje. Mateu 11:29. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Mateu 12:33. Ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj do të jetë i mirë, ose bëjeni të keqe pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq, sepse pema njihet nga fryti. Mateu 15:14. Hiqni dorë prej tyre, ata janë të verbër, prijës të verbërish, dhe në qoftë se një i verbër i prin një të verbëri tjetër, të dy do të bien në gropë. Mateu 16:6. Dhe Jezusi u tha atyre, kini kujdes dhe ruhuni nga majaja e farisenjve dhe e saducenjve. Mateu 16:24. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vetë, në qoftë se dikush don të vijë pas meje, ta mohojë vetveten, ta marrë kryqin e vetë dhe të më ndjekë. Mateu 18:15. Por në qoftë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm, në qoftë se të dëgjon, ti e fitove vëllain tënd. Mateu 18:16. Por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një ose dy vete, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Mateu 18:17. Nëse pastaj refuzon të i dëgjojë, thuaja kishës, dhe në qoftë se refuzon edhe ta dëgjojë kishën, le të jetë për ty si pagan ose ta grambledhës.